Profesor Martini, misionia e parë përgatitore pas marrjes së detyrimit tuaj te Vllaznis, i kënaqur për atë çfarë pacat në fushën e lojës? Po normalisht i kënaqur, një 12 ditë stërvitje, është neshja e parë që bëjmë. Edhe me të mirat, me të këqijat e veta, jam i kënaqur në përgjithësi, kena gjëra me rregullu sa duhet, sepse edhe kemi ndrru modulin e lojës, nuk është e lehtë, domethënë për javë ditë ta marrësh, megjithatë, shëja pozitive, gjëra të mira, normal që shumë punë më bë. Profesor, ishte lojtarë të ri sot si Lazi, Kuros, apo edhe rinovimi i Malës dhe në fakt Mala që luante në një pozicion tjetër, sot i kënaqur me performancën e tyre? I kënaqur, në përgjithësi jam i kënaqur, është hera e parë që losin edhe me grupin, thash jam i kënaqur, normalisht thash duhet pak kohë me u ingranu me grupin, po megjithatë jam i kënaqur. Çfarë më mundon sa e Vllaznis sipas jush me atë çfarë patë edhe sot? Pas kur gjuan koha, normalisht na duhen disa lojtarë që i presim me i marr, është çështje diç, nuk është në dorën tonë, kena bërë oferta dhe duhuna për me i marr. Kena rënë dakord biles me disa prej tyre, emrat s'po i nap sepse nuk është e mira me i thonë, po do rregullojmë për ditë. Profesor, është afruar Yazgi, por si qëndron e vërteta për të klubin nuk e ka zyrtarizuar akoma, do të jetë pjesë e Vllaznis vetëm për kupat e Europës apo edhe për pjesën vazhdim të kampionatit? Do jetë për kupat e Europës, kemi marrë një letër vazhdimi që e kemi deri me 20 gusht, mandej të shohim. Në pjesën e dytë ishte një formacion thuajse krejtësisht ndryshe me parashtim të dy tre futbollistëve, se latë në fushën e lojës, çfarë konstatohet tek pjesa e dytë? Ne e kishim planifikuar këtë ndeshje edhe si stërvitje, kishim planifikuar më përpara që do ndrote komplet grupi. Lam 2 vetë për arsye se nuk kishim më lojtar, lam 2 vetë që kishin gjendje më të mirë fizike, edhe lojtarë që hynë pjesën e dytë luajtën mjaft mirë, pavarësisht se thash duhet disa gjëra me rregullu, sidomos agresivitetin, lojën e pressingut që unë e kërkoj, po në përgjithësi them jam i kënaqur me Britaninë. Profesor, keni bërë preferencë për kundërshtarët në shortin që do të jetë javën? Preferencë me emrin nuk kam, po do doja si çdo kush të jetë kundërshtar i lehtë. Që do të thotë? Tjetë më i lehti në ata, se nuk e di cili është fiks, po tjetë më i lehti në tonë ata që kena. Profesor, keni bërë një punë të mirë në fakt ndruajtjen e grupit, keni mbajtur bazën dhe keni rinovuar me lojtarët kryesor. Çfarë ndodh me afrimet dhe ku janë pikat kryesore ku po bën Vllaznia në këtë moment? Jemi në kërkim për të 3 repartit me rregullu diçka, sidomos do jena në kërkim thash edhe një mbrojtës qendrës, edhe një numër 10, edhe me lojtarit tjetër, jemi në pritje, jemi në bisedime, kur s'ka gjë konkrete, më mirë s'ju them emra sepse edhe po i thash kur s'ndalin më më duket edhe si tërës kur i them përpara. Ndërkohë testi i dytë shumë serioz është përballë Deçiçit. Mendoni që aty do të keni punë për të parë Vllaznin e vërtet? Normalisht, jo, Vllaznin e vërtet nuk mundem me pa kundër Deçiçit, normalisht është kundërshtar më i fortë, kundërshtar që ne kemi kërkuar një miqësore të lehtë, duke vështirësuar ndeshjet derisa të arrijmë maksimumin në fazën paritore që do jena. Nuk është se pres në gjë më të madhe, thjesht pres mënyrën e të luajturit të ekipit, ashtu siç kërkojnë, edhe të tjerat më dhe rezultatet këta janë parancishme në moment. Është folur shumë gjatë kohës fundit rreth Kevin Dodajt, forma e tij sportive, vlerësimet, ofertat do të jetë pjesë e Vllaznis apo është në tentativa për televizor? Unë dëshiroj që Kevin më ndaj këtu. Ashtu siç dëshiroj që Kevin shritet edhe të ikin për të ardhmen e tij. Normalisht Kevin i duhet disa ditë pushim sepse direkt sa ka marrë kampionati, ai ka kënë direkt me ekipin kombëtar U21, nuk ka as ditë pushim. Edhe kjo është diçka që për momentin e bezdis, sepse mos trish pushim një kampionat, çdo futbollist ka nevojë që mas asaj lollje tjetër, ai s'ka bërë as ditë pushim, kështu që po unë dëshiroj me zemër të me ndaj, po me shpirtëm inshallah shitet sepse për të ardhmen e tij është shumë e rëndësishme. Kjo është java e fundit që futemi javën e ardhshme në Shkodër dhe pastaj zhvendosje në Bullgari apo ku është vendosur? Nuk e di sot nesër ose sot, nuk e di akoma, s'kam folur me presidentin, është kryer së shkryr, ose sonte o nesër merret vesh do ikim me datë 22 më duket, do ikim një nga këto o në Bullgari, o në Bosnjë ose në Sloveni. Këto pjesa kanë qenë prej ditësh, po mendoj se mos është përcaktuar. Jo, mund të jetë përcaktuar sot se di hala, s'kam pas komunikim thash me presidentin, nuk e di. Edhe diçka ndoshta e fundit për Vllaznin e Litë, për shkodranin Benar Xheka që ka bërë një punë mjaft mirë, që është edhe një mik i juaj. Benardit do të uroj sepse ka marrë një iniciativë të madhe,
Nuk është kollaj me mojt një ekip, është më tepër të vish me 30 vet nga Milani këtu të bashkëndeshje miqësore dhe të kthehesh prap, bravo i qoftë. Ju suksese, më ndaj kur ndin që është edhe ekip në Itali me emrin Vllaznia, është knatësia më e madhe sepse kur e kanë shkodron bëhet çefi më tepër. Kjo miqësore evidentojë një 2-3 futbollistë pjesëtar të ekipit e Milanos, mos ndoshta ka pasur ndonjë interes nga stafi Nuk e di, mi jep emrat që ti studioj, unë si kam vurë ekipin tem. Do të pres me knatësi këshillat tuaja për lojtarët e Jo të mia, po të kolegëve tuaj që i kanë ndjekur. Jo, edhe të kolegëve të mi. Faleminderit. Faleminderit.